Një grua 46 vjeçare ka humbur jetën të shtunën në qytetin e Shtimes, pasi dyshohet se ka rënë aksidentalisht nga kati i tretë i një ndërtese. Lajmin e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë për rajonin e Frejzajt. Sipas policisë së Kosovës, rasti është raportuar me 5 korrek 2026 rreth orës 18:50, ku autoritetet kanë pranuar informacionin dhe një grua kishte rënë nga kati i tretë i një objekti në rrugën Domethqeshori, në qytetin e Shtimes. Patrulla policore ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes ku ka gjetur të lënduaren, më pas ka ndërhyrë edhe ekipi i emergjentës së Shtimes, i cili ka transportuar për trajtim mjekësor në QKMF Shtime. Rreth orës 19:20, policia është njoftuar se 46 vjeçarja kishte ndërruar jetë si pasojë e lëndimeve të marra. Lidhur me rastin, janë njoftuar edhe prokurori i shtetit, hetuest dhe krimi tekniket rajonale, të cilët kanë kryer ekzaminimin në vendin e ngjarjes.